Me që të ndëruar, ju përshëndes edhe një herë, do të vazhdojmë sot edhe me një video tjetër ku do të flasim për versionet të ndryshme të Kuranit dhe ndryshimet që këto versione kanë ndërmjet njëra tjetrës në gjuhën origjinale, në gjuhën arabe. Nuk jemi duke folur për kthime në gjuhë të tjera, jemi duke shikuar këto versione në gjuhën origjinale, pra në gjuhën arabe. E kam bërë tashmë një video lidhur me këtë, ku kemi folur për surën 21, surën Anbiya, 21 ajeti 4 dhe kemi parë ndryshimin që ka ndërmjet dy versioneve në arabisht, në versionin Hafs dhe në versionin Warsh. Sot do të vazhdojmë, do të shohim edhe një shembull tjetër ku këto dy versione ka ndryshime në fjalë, edhe do të shohim edhe videot e tjera në vazhdim ku në fakt do të dëgjojmë ka vargje, ka ajete që këto dy versione në fakt komplet ndryshojnë, do të ndryshimet që gjenden këtu ndryshojnë kuptimin e ajetit. I ngjashëm është këtu ajeti që do të shikojmë sot. Sot do të shikojmë ajetin 58 nga sura 2, nga sura Al-Baqara. Tash ne dim se muslimanët shpesh na thonë se Kurani është ruajtur që nga shpallja, asnjë pikë, asnjë presje nuk është ndryshuar. Në gjuhën arabe kemi fjalën, edhe shumë musliman fakt na thonë neve se nëse ne e gjejmë vetëm një ndryshim, ata do ta lënë islamin edhe do të largohen nga islami. Kështu që nëse kjo është mendimi juaj, atëherë në fakt ju duhet bëheni gati që ta lëni islamin, për shkak se tash studimet që janë duke u bërë nëpër versione të ndryshme, mbasi që këto versione tashmë mund gjenden edhe online edhe mund blihen këto ndryshime po shifen. Siç thash në videon e kaluar, ne jemi duke shikuar dy versionet kryesore që përdoren sot, dy versionet kryesore të Kuranit, versionin Hafs dhe versionin Warsh. Ka edhe versione të tjera, por këto dyja janë kryesore dhe këto do të shikojmë. Okej, siç thash, shiqoni këtu, do të shikojmë sot surën Al-Baqara, ajeti 2, më falni, sura 2 ajeti 58. Ky ajet na thot: kujtoni kur tham, hynë në këtë qytet dhe hani ç'të doni dhe sa të dëshironi, por duke hyrë në qytet, përuluni në sejdë dhe thoni falna, që ne t'ju falim gabimet, atyre që bëjnë vepra të mira, ne u ashtojmë shpërblimin. Pra, në versionin Hafs, siç e shihni këtu, këto fjalët ne t'ju falim gabimet, versioni Hafs thot ne, në arabisht është fjala nagfir, që do thot ne u falim gabimet. Mirë po, nëse shkojmë tash, shiqoni këtu tek versioni Warsh, do thot ajeti është 57, ju 58, sepse ajetet ndryshojnë nga pak në këtë version. Këtu, në vend që thot ne t'ju falim gabimet, versioni Hafs thot ai t'ju fal gabimet, por nuk është fjala nagfer, është fjala yagfaru, që do thot ai u fal gabimet. Tash, kjo në fakt në versionin Hafs ne shohim që Allahu mund të ketë thënë këtë fjalë që ne t'ju falem gabimet, sepse Allahu në Kur'an shpesh i referohet vetes me fjalën ne. Mirë po, në versionin Warsh duket se Muhamedi nga vetja është duke thënë ai t'ju fal gabimet. Do thotë është duke, siç duket prapë është personi i tretë këtu duke folur, Muhamedi duke i thënë dikujt për Allahun se ai do t'ju fal gabimet. Pra, ky është edhe një ndryshim tjetër, është do thotë një ndryshim kogja i rëndësishëm, kogja i madh, edhe pyetja që unë kam për miqtë e musliman, është që nëse siç na thoni ju, asnjë pikë, asnjë presje, asnjë fjalë e Kuranit në gjuhën arabike nuk është ndryshuar, atëherë na tregoni cila nga këto dyja i zbriti Muhamedit. A i tha Allahu atij që ne do t'ja falim gabimet, apo i tha ai do t'ju fal gabimet? A ishte fjala nagfer apo jagfaru? Cila fjalë vërtet i zbriti Muhamedit për herë të parë? Ky është edhe një ndryshim tjetër.
Edhe do të vazhdojmë të bëjmë videot e tjera ku do të shohim ndryshime edhe më të rëndësishme se kjo. Por ju lutem mos mendoni se unë i kam gjetur këtë gjëra nga vetja. Unë jam duke i lexuar shumë gjëra, jam duke i lexuar disa libra që po i shfaqin këto tash. Dhe kam thënë më herët se përhapja e islamit në Perëndim, edhe pse për islamin është diçka e gëzueshme, e rëndësishme, por në Perëndim njerëzit i studiojnë këto gjëra, njerëzit janë të lirë që të studiojnë këto gjëra, nuk kanë frikë, edhe tash që po i studiojnë edhe po i shikojnë, po shohin gabimet e tilla, po shohin ndryshime të tilla në Kur'an. Pra, këtu miq të nderuar, kemi edhe një ndryshim ndërmes këtyre dy versioneve të ndryshme të Kur'anit. Ju sfidoj, juve që e dini arabishtën, unë nuk e di arabishtën, jam duke mësuar kështu nga pak fjalë, nga një fjalë, por ju që e dini arabishtën, na tregoni se a është kjo që thuhet këtu e vërtet. Merrni një version të Kuranit Hafs edhe versionin Warsh, edhe lexoni edhe dilni me një video dhe na tregoni se pse është ky gabim, ky ndryshim, çka ka ndodhur me këtë. Edhe ajo që unë dua vërtet të di që ju të na tregoni është se kur Angeli me leku ja zbriti Muhamedit për herë të parë këtë ajet, cilën e zbriti ai? Ne t'ju falim gabimet, apo ai t'ju fal gabimet? Ju lutem, bëni diçka edhe na tregoni se cila nga këto dy është e vërtetë. Ju faleminderit edhe Zoti ju bekoft.